Këtu ndodhi një nga aktet më të errta të mizorisë njerëzore, një krim që tronditi ndërgjegjen e botës. Brenda vetëm 2 ditësh, regjimi gjenocidal i Serbisë vrau mizorisht 113 burra dje me fëmijë. Në mesin e tyre kishte edhe fëmijë 12 vjeçar, por edhe pleq 90 vjeçar. Por kjo histori nuk mbyllet me kaq. Ajo mbetet e hapur, me fatin e pasbardhur të 60 banorëve të këtij fshati, të cilët u zhdukën me dhunë, e për të cilët ende nuk ka përgjigje e as drejtësi. Mungesa e tyre nuk është vetëm dhimbje për familjet, por është një boshllëk i rënd për të gjithë ne, për gjithë shtetin dhe shoqërinë tonë. E sot kjo dhimbje nuk vjen vetëm si kujtesë, por si rikthim në këtë vend e në këtë moment, sepse në këtë përvjetor po varroset edhe ai vazhshehu, i cili po të jetonte, po mos t'ja merrte jetën në mënyrën më mizore regjimi gjenocidal i Serbisë, sot do të ishte 43 vjeç. Për vite me radhë, ai ka qenë në listën e të zhdukurve me dhunë, një pritje e gjatë për familjen e tij. Sot ai kthehet për t'u prehur në tokën e tij, por jo siç duhej. Ky rivarrim është dëshmi e një krimi që vazhdon, një krimi të përditshëm që Serbia e kryen ndaj Kosovës. E njëjtën kohë ka mungesë dhe pritje të drejtësisë. E kjo është dëshmi se sa e gjatë dhe sa e rëndë është pritja e familjeve, të cilat akoma jetojnë në ankth dhe kërkojnë drejtësi. Prandaj është thirrje e qartë për të gjithë ne, se asnjë emër nuk duhet të shndrohet në numër. Asnjë jetë nuk duhet të mbetet pa histori. Histori të cilën duhet ta tregojmë, e vërtet që duhet ta mbrojmë. E asnjë krim nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi. Shumë të dashura familje krushiane, të nderuar të pranishëm. Sot nuk jemi këtu vetëm për ta kujtuar dhimbjen, por njëkohësisht edhe për ta dëshmuar forcën. Në Krush të vogël, pavarësisht të merrit, mbi hirin e tragjedisë u ngrit jeta. Nga plagët e thella, lindi një qëndresë që nuk u thye asnjëherë. Nënat e forta krushiane, që humbën fëmijët e tyre. Fëmijët që humbën prindrit e tyre. Familjet që mbetën pa më të dashurit, por nuk u dorëzuan asnjëherë. Ata e kthyen dhimbjen në forcë, kujtimin në betim dhe jetën në një dëshmi të përditshme të mbijetesës. Krusha e vogël nuk është vetëm një simbol i një krimi, por është edhe simbol i një populli që refuzoi të nënshtrohet e të zhduket. Është dëshmi se edhe përballë barbarisë, njeriu mund të qëndrojë me dinjitet dhe ta ndërtojë përpara të ardhmen. Por pa drejtësi nuk ka paqe të vërtetë. Drejtësia nuk është hakmarrje, por është pranim i së vërtetës, përgjegjësi për krimin dhe vendosje dinjitetit në vendin që i takon. Autorët e këtij krimi të llahtarshëm duhet të përballen me drejtësinë, jo vetëm për të kaluarën, por mbi të gjitha për të ardhmen, sepse pa drejtësi plagët gjithmonë do të mbesin të hapura. Pa drejtësi paqja gjithmonë do të jetë e brisht. Prandaj ne kemi përgjegjësi, si shoqëri, si shtet, si qytetare bashkombas, që mos të harrojmë asnjëherë, që mos të heshtim asnjëherë, dhe asnjëherë mos të rreshtim së kërkuari e së luftuari për drejtësi. Kujtesa është mbrojtja jonë më e fortë kundër përsëritjes së krimit. E drejtësia është themeli mbi të cilin ndërtohet paqja e qëndrueshme. Sot duke përkujtuar viktimat e pafajshme të Krushës së vogël, ne kthejmë kujtesën prapa me dhimbje, por vizioni ynë është përpara me vendosmëri. Le ta ndërtojmë një të ardhme, ku fëmijët tanë rriten pa frikë, rriten në një shtet të drejtë. Le të punojmë për një shoqëri ku e vërteta nuk mohohet dhe krimi asnjëherë nuk harrohet. Le të jemi zëri i atyre që nuk mund të flasin më. Lavdi e përjetshme të gjithë të rëndëve për liri, nderim i përhershëm për të mbijetuarit, për të gjitha familjet krushiane. Lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës e të gjithë martirëve të lirisë. Ju faleminderit.